Si që ta thash, është dhe gjosh okej, është dhe gjosh shumë e mirë pritur, anë vullnetare e gjësë. Po, me vranësira. Ngatrimi i kekut me byrekun. Opala. I takon koti gjartë të sipër, por rinë ballat. Ata kanë shumë pak lidhe me tokën. Koti gjartë. Unë e më rritë në katë 5. Pro? Katë 5. Ja. Për lindë dhe rritë. Tuet. Dolet mirë më. Dolet mirë më, patët në i qik punë? Ka dhe në fund. Turni 3, mirë ishte. Si ishte keqë. A e bët sfidën brëm, Andrea? A? E bët sfidën brëm? Po. Si shkoj? Mirë. Këtë herë të dytë ndoshta pak më shumë vonesë. Po që ne u zjove ka që herët? Që të bëja unë? U zjova për sfidën nuk ka shme. Që kur mbarove tiriku, s'ka mërën me. Piva kafe. Pash. Po ke po zhurë, man, ke nesë motorin. Po zhurë që da. Shka gjanë? S'ka gjë. Me ndalojës është. Kush e di se qa. Gjume është, pa. Punë të stalla ja u kreva unë gjitha. Okay. Ja,
Se edhe kafshët i gjetin gjumë, apo jo? A jarë dhe këtë? Maestro. A jerdë kështë. Nuk e në shizët, nese. A jerdë kështë të kafshë. Çfarë? Që sot e pasën një pushim sot. Me punë të stallës, serës, verandën. Everything off. Yep. Po bateri ti ndrove, Andrea? Jo, este. Este. Në konë ku ishe une me Erandin, atë është orari që është energjia që mërë njerë mërë energjinë më të madhe nga galaktika. Atë ora që është vakumi pras me dal dielli. Atë edhe mërë njerë mi është me kënë fjetë në atë kohë, se ty ndërron energjinë që ke marrë gjatë ditës e hekë. Edhe mërë një energji tjetër, kur je fjetë. Kur je dhe e qu, ka herë të kape double energy. Nuk ka shkete mirë. Se usa energji të tepër, ka herë të më në qysh. Edhe mund të kesh edhe overdo në qekullim në gjakët. Exactly. Edhe kaq. Punë do të më marrë shumë avash. Shumë ditën më pas jo shumë. Rani, ti ke energji të që me kapat e në dorë, shumë. Me dhe që është energjia. Në kam dalë me run. Kështë edhe këtë. Kështë më së në shfila, dhe. Aurora, momenti që del dielli, del dita. Po të është ora gati 7:30, i këtë orë. I këtë orë. Është 7:30 gati. Kur kanë kënu gjelat mëram, se kënë 6 herë gjeli rështë, në mjesë. Njëti gjelë, për shumë, një kry, ose aja atje, ose aja tjetër. Se janë një tingullin. Kur kënu atërë që ka dhe 10 minuta maksimumin hoxha me këmu sabaj. Shumë interesant. E i thëmë, në rënë sa shtura. Mën, 10 minuta kënë ka me këmu hoxha. Ty ma dhe shko fitlej. Janë disa gjana që sa di ka dalë këtë, ora ka dalë këtë. Ti është një të si matë se... Po. Me të nejmu, që duhet ora. Apo ja? Ka të me të logaritë punën, në vërë. Me ta të cëptu edhe konsumin. Si ke, si njëri. Punë 4 orë, punë 6 orë. Ju do të me kërë efikas për që punon. Kam do 12 numër universal, kam thonë që 13 është keqe, ndërko 13 është ajo që... San, dielli, 12,
Ndërkohë 13 është numri që realisht është universali. Edhe sistemi yjor, këto shenjat e horoskopit e gjitha i kanë bërë kështu rrotullohen rreth 12-s, ndërkohë 13 muaj duhet të jenë. 13 muaj, 7 ditë, një hanë. I kanë bërë 12, edhe 13 muaj është fiks me ciklin hënor. Pra, nëse do kishim 13 muaj, edhe të gjitha muaj do ishim nga 28 ditë. Çdo e parë e muaj do ishte e hënë, dhe çdo 28 Pra, ky buareti që këto filmat me të po ta ndrej, këto filmat anglez që dalin të di Unaza, Ring që është ajo, me Richard dhe me Excalibur. Ton ka një personazh aty muslim. Që vjen prej larg. Si Robin Hoodi, ai gjithmonë janë një personazh gjithmonë aty. Nuk është negativ, ai është gjithmonë pozitiv që ndihmon mirën. A kupton çfarë do të thonë? Do të kallëzu që hana, ato që kanë marrë brirë, kanë marrë hanën, formën e hanës që është fillon jeta. Kërë është hana e hanën. E fundi hanës të hanën, edhe qënë brirët. Edhe qëjtë sin. Sin është qëjtë e hanës. Edhe këtë Sinai. Mali Sinai. Ka edhe yllin, Mozeut, ka edhe yllin Yllin që pashtë, bërë larguve. Edhe i lirë dhe kam pas yllin. Po më bëjo kanë pasur I lirë, ja, do me thonë ylli i ri. ylli i ri. Pra janë tana gjanat e na kanë thonë në filma në gjithë shka nësi kena kuptu. Edhe vazhdojnë me në thonë e prapë si kuptojnë disa. Po se të humbin në ato në mesazhe tjera pastaj, nuk është nuk të krijojnë fokus, nuk të japin fokus në detajet subliminale, kupton, mesazhe Të shka filme dalë, pas e ne kena hinë në ujorë. Është ndikimi i ujorit total, prej 22 shekuj. Tash do dalin drita. Dita, dia, gjithë shka fsheta do dalin në shesh. Sepse ndikimi i zodiakut përhershëm me shekullor është nga mrapsht. Pra na kena nga Britsjapi, kena në ujorë. Nga peshqit mas. Nga peshqit në ujorë. E shkojmë në Britsjap. Edhe shenja e Krishtit, peshku. Edhe ata kanë dhënë të caktume që në kohën e Britsjapit do shndërrohet bota, do prishet sistemi diellor. Para mas 23 shekuj, sipas llogarive të aty në angjëve të fuqishëm që kanë niku në jetën në tokë. Po ujori është i begat. Po më është i begat. Drita, sapienza, iluminimi, ndriçimi, a kupton? Po gjithmonë para se të ndrojë ky rendi universal i gjës, jo rendi ri botror që e quajmë këto, se këto e lokalizojnë që. Ky rendi universal po ta vesh re për shembull lufta parë, lufta dytë. Domethënë këto janë gjëra që lindin 100 vitet e fundit në sens që bëhen akoma më tegra, më tashpër. Se hyrja nga një sistem tjetrin gjithmonë është kaos, domethënë kaotike edhe pastaj ndryshon për mirë. Ata mendojnë që ardha e Trumpit është do të thënë sistemi i iluminimit është cool, mirë në drejtë, kështu që ai ka më ndihmu njerëzimin. Shohim. You never know. I don't see it like that, sa ai është thjesht një lider, e kupton po. Po është me lidhet me këta që janë këto templarët. Po, unë mendoj që është më shumë se sa aq. Njerëzit janë stërvit edhe me këto teoritë konspirative, të vënë në dyshim të vërtetat që ka dhënë. Gjithë këto më të pasur dhe bosh po të kish pa në inaugurimin kanë qenë aty në krahun e tij. Po. Më të pasurit. Po, më. Ata që janë njerëz. Jo ata që janë Rothschild Samsonite Rockefeller, asnjë prej tyre, vetëm këta. Individ që janë bombë kohën e fundit me nimin e kohës. Ishte ai
Vetëm ky i Starbucks nuk ka kanë edhe. E ke pa dhe filmin Up me Leonardo DiCaprio? Don't Look Up, se thash Up. Don't Look Up. Ja se kam po. Të para shaf. Ndo shta e kam po, për se nuk e kam vu me re titullin. E shpjego shumë bukur botën sot. Rrushi babit tato, jeta ime ty. Më bofsh edhe 100 më zemra ime. 109 të bofsh, 190. Në shpirti babit. Shumë krenar babit për ty, se i forti. E diti, zemra ime, e di sa do babit ty shumë. Ves të dua zemra ime. Knaqën e sot e di që je vetëm duke u marrë në organizimin. Deklindën e qunit, po. Unë këtu, në punë. A shpirtat e mi. Merni dhe kukin me vete. Nonin, gjyshen, po pati ardhë. Ka marrë malli shumë. Por, ti e di që si lem do të gjërat për gjysë. Se edhe Liani ashtu dhe të bëjnë jetën e vetë. Ju du shumë. I miss you guys. Ju kam jetë. Urdo, maestro? Urdo? Ta që piva kafe. Nuk bëra kohë që e kam heq qumshin kafe. Jo pi, pa mjes do me pi me cappuccino, se kam mësu. Kam mësu vite që e pi ashtu. Mirë nuk është qumshin, në fakt. Që dhe më shpër, dherë moshën 10 vjeç është perfekt. Ma dhe mëra. Që të ndimon. Ama kjo e më ka dorit nivel tjetër. Shumë e mirë. Më ka përgjyta manë, sinqerisht. Shumë. Se është për, be bojmë publicitet. Për te reklamës, ka lidhje fare me publicitetin kjo, për kjo... Gruja Mokador, futu në internet, Mokador zemra. Mokador. Tanë në tjerët. Ne andej, maestro, do me thonë, Zelanda krenohet si një nga top 5 venet me pregatitje në kafes, do me thonë espresso, gjitha këto më të mirë në botë. Kudo, edhe në për... Në bërë shkollë. Jo, nuk e di, po edhe në fshatrat shkosh aty, prapë bëjnë kafe në kështu best. Po mund të sjellë një cilësi kafet, se është kombinimi i kafesh vietnameze të zonë me kafen braziliane, meraklis. Sa kukri hell. Nuk e besoj që e rrisin vetat e kafen aty, por janë merakli në bërjen. Banë edhe Kameruni kafe, banë edhe Mozambiku kafe. Kameruni ka shumë më të mirë se Mozambiku, ose Etiopia ka shumë më të mirë se kë. Ma vjen Arabia që ka më të mirë se dhe dyja. Ma vjen Brazili që ka different ket me Arabin. Pra janë, ma dhe ka Vietnami, ka këtë gadishulli vietnamez aty. Po kjo ma kujton, kjo ma ka dori ma kujton atë kafen aty. Edhe në aty e pinim kështu shots në mëngjes. Te lokali i Edit aty, se kemi pas to zyrat e këtyre, topik, do më të kamerave, këto që isha unë. Kam pas në gjithë lokalin e shokut tim, Edit, që e përshëndes shumë. Do vllai fort, miss you bro. Edhe pinim nga 2 shotsa kështu kafe mëngjes.
Po të jepta o maestro. Jo energji, po nuk e di. A më të gjitha, me cappuccino, me flat white, i ke parasysh ti këto gjë, çdo gjë krye vepër. Kishte edhe Starbucks aty, po los shumë Starbucks. Sa i not. Po shumë për popull, do të popull që s'mendon shumë më gjatë, që duan kubik. Të bëjnë ca pyetje aty maestro që o sot. Si do, me çfarë do? Ke qef me këto që kokra të mrena, i kanë kafe, du më kafe. Ka mundësi espresso. A do ta bëj kështu e do me këtë me qumësh, ti ke parasysh 700 lloje qumësh është. E plus ta shkruaj në emrin gabim, në fund. Dhe saj që bani atë Starbucks bani një gjetje. I pari që e bani. As i gjo nuk e ka të mirë Starbucks, as donuts, as një gjë. Të është bani një top gjetje. Shtrenjt, shumë shtrenjt. Po në gjatë Covidit. Slete delte një sportel aty, e thote këtë pyetjet, ti pishe i kafe një shepë, ku shifse gjo që bandë aty. Po theme kisha këtu kaq larg atë, se vetëm Starbucks ishte hap, okej? Po, pra. Sepse merrte porosi nga jashtë. Do me thënë, po jo jashtë që me thonë, me delivery. Po nga jashtë, thjesht e kishin hap dyqanin, pra lokalin, edhe shitësi ai banakeri aty, ku jeti. Me gjama, me kështu. Mo po të them gjithë shka. UFO. Po UFO. Edhe banakeri aty ku jeti, unë këtu, duke majtë radhën, ajo kjuja e bukur me 1 metër shë këshu, po gjithë në gjithë këtej. Okej, pra 1 metër shë përballë, po tjerët në gjithë këtu. Edhe u afrojti ka qafër, maestro. Ma bëj espresso, a kupto? I need an espresso, please. No, text message. Si text, man? Ma bëjmë edhe espresso. No, text. Edhe kishte numrin aty. Mo që në më dhe kja se ka dhe më bu. Regula absurde. Regula komplet absurde. Ka do Livie bërë dhe ti më rëndër. Detajs. Vetëm një bërë pyte vetet me të sa dima. Hajde ullu këtu se sot do të aja pushim se e kom ditëlindjen e çunit, s'do të ngacmoj sot. Nesër po ashtu. Rrofsh, faleminderit. Të kishe mramë. Mos e vrit menjen. E më dolën të gjithë këndun. A? Po. Po ban hall. Po më të ishin gjumë të çot më bëja lalla interesiti. Se rrofsh faleminderit. Sinqerisht e kom Andrea, sot e ke ditë pushime. Ja? Sot do t'a jap kështu ditë pushime, s'do të ngacmoj se kam ditëlindjen e djalit. Për qa? Po them, po hajde ullu këtu, burr. Për qa do ma lësh ditë pushimit ti? Nuk do të ngacmoj, se kam ditëlindjen e çunit dhe s'kam nerva. E kam kështu ditë feste për veten time. Kështu që hajde nesër do të ngacmoj po ashtu, taksira. Sot është kështu. I vazhdo gri, vlla. Off. Jepi gri. Gri. Ja, nuk po gri, jo. Po sot sinqerisht do le ditë pushime, as do të trem, as do të je okay. O vlla, ti mund të kesh peshë fizike më shumë se unë. Po kapaciteti për të ngacmuar se ke. E ke kot, se je kopje. E diti që kopjatët ngelin klasë. S'po ta them sa më pesho dhe truri. Nivel tjetër. Po ti, shikoj, kur njeriu kur s'ka punë luan derën. Po le, më ç'ke burr, mos u ngacmo se e kam ditëlindjen e çunit, po them burr.
Nuk du, sot Sot po ta lejë ditë ti pushimi. nuk hidhe kunja prap. Po, aq Allah, se që- s'po të hedh kunja, burr, unë po them hajde ulu këtu, ç'a tipi. Ore, unë du të rrinë shtriti, hajde Okej, unë këtu në se rregull, ka do të me bëj sot nejtë se kam shtri, ditëlindjen e okej, çunit. e Qa lidhe ka respektoj. ditëlindjen e çunit më plak? E respektoj që do me nejtë shtrilla, po këtë thuje burr që në fillim. Ore, unë nuk është se nuk du të vi aty se kam frikë se ka të ti, o plak. Jo, mendova Ti që po. shijoje sot, se nesër nuk i dihet qa bet. Mendova që po. Mendova që Shijoje po, sot, prandaj. shijoje mirë. Mendova gabim. Nesër kërkoj ke ndjes. surprizë ti. Nesër ke surprizë. Oh, seriozisht, Yes. inshallah. Dash zoti. Për surpriza jetojmë. Ha? Për surpriza jetojmë, them. Apo thun Dark and Prime apo Në prime. inshallah, dash zoti. Te njishi. Kam surprizë të njëshi? Po, Oh. yes. Shef, kush është bashkëpunëtor? Shefshim Keran qaf mu. Nesër të shikojmë, jam kurios, se nesër kemi dhe historinë e jetës tënde, jam kurios ta di. Do me ditë jetën time. Se aty brenda e ke treguar se kështu për ditëshmëri jo. Për ditëshmëri di vetëm bla 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 kot gacmosh. Për taci, kokra për tacit. Gjithsesi, qëndroj fjalës time, sot e ke ditë pushime. Ta jap kështu me deklarat. Nuk do të thotë që s'do ta kthej mbrapsh, po ngacmova. Do të gjoj do të ngreje zërin. Kam gjitha kamerat e drejtume nga vetja. Qyp ti flet për kamera, po flet për mua. Por unë flas për gjithë shqiptarët njëkohësisht. Shqiptarët pastaj, unë s'po të kthej përgjigje. Po pse ti ç'a jeti? Po ngreje zërin o mik, se s'po të gjoj, qa po thua? Po, shive zi më fton në duel. Se qa drejt që thot, Të bëj duel në ditëlindjen e çunit është e tmerrshme. Reja shijoje këtë ditë bukur, se ke ditë bukur sot, le mua reat. Kam super ditë plagu. O, që kënaqe Maria. O, zot se ma ke bërë rres këtë ditë A u lodhe? Andra? Faleminderit zot që ma ke bërë rres këtë ditë, kështu ja, kështu. Ngrijem pi kafe, të rri për kokër që e fitim. Si njeri, Po që s'ma ke... Nuk ma ke bërë rres, blesh qetë. Më ke lena i mizë rres veshit, po nejse s'ka gjë. E jetës, pjesë e jetës ja dhe ato, po hajtë mo. Faleminderit mon kador për kafen dhe për një zgjim shumë të letë. Edhe faleminderit Springut që na freskon rryllën e fytit me ujë. Pa pikbasta e ka tel, babam. E ka tel. Nuk ka punë e luanderën. Se po të punonte, po të lodhesh. Nuk do fliste, po. Andrea, nuk është mirë të transformosh Janë gjërat si e një dhe i sponsorëve, papuni Andrea. dy të hapin probleme mendore. Të shqetësojnë atruri. Me Nevado, I'm going. O, zotë. Ti ke dhe unë ta bëj kafe tjetër. Ku po ikën ti? Po shka qaj tje? Te plerat. Okej. Të prishe kot, gjënof. Thash tamam. O, bo, sa gjytyrin që është. E ka ditëlindjen e djalit dhe merret me mua. Ja, thuaj. Vend ta shijoj ditën se e ka ditën e bukur sot, jo më vlla. E shijon duke më ngacmuar mua. Qa ti bëj unë? Unë jam Terezit time. O? A kam fajër? Ja, babam, s'ke fare tje. Pra. Unë nuk erdha atje se kam flinë atë, po desha të shplodhesha qik. Ishte e koha energjisë, kur qosh, kur e qunë atë kohë, ashtë kohë që merret një energji ekstra, quhet, e ke trupin
duhet ngarkuar. Po pra, unë jam mirë, po thash vetëm të shtrisha çik që e kafen. Jo se sa ashtu e për ata, po koktime unë s'pyes fare se është Po aty. kanë shikoja punë. Po që ai e ka ditën e çunit e merr. Ishe të fol me vetën e? Jo, me Rikun. Me Rikun? Pa. Ku është Riku? Te lavanderia që i shishin në tje. Thash se ishe të fol me vetën. Ne, andej tuti na 38-40 vjeç që andej mund të dyshoj që të plas me vetë. Seriozisht. Pa atëherë fillo? Pa ja, po të shikoj ty unë. Do të më shku më kontrollu më andë. Plako. Çunit për koktim, e thellë vetë. Shijoj. Mos lëm mua rehat. Mua sikur s'jam sot.